Dalja nga qyteti i Shkodrës këtë fillim jave ishte sfidë për drejtuesit e automjeteve. Punimet që po kryen në hyrje të qytetit kanë shkaktuar ngarkesë të konsiderueshme në qarkullim, duke sjellë trafik të zgjatur gjatë këtyre ditëve. Situata është ndjerë veçanërisht në orët e pikut, kur kolonat e automjeteve janë shtrirë nga hyrja kryesore deri në akset e brendshme të qytetit. Punimet janë pjesë e projektit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe se pas përfundimit pritet lehtësohet qarkullimi dhe dritet siguria në hyrje të qytetit. Megjithatë, qytetarët kërkojnë që puna të kryhet me ritme më të shpejta dhe të merren masa shtesë për menaxhimin e trafikut, sidomos në ditët me fluks të lartë.